Të nxitur nga përgjegjësia qytetare dhe nga nevoja imediate për maksimalizimin e votës shqiptare në Kumanov e rrëthin 11 shoqata shqiptare të sektorit jo qeveritar në Kumanov në koordinim me shtabet zgjedhore të trija partive politike shqiptare në këtë qytet, sot ju kanë drejtuar votuesve shqiptar në Kumanov me një thirrje të përbashkët publike, të cilën e lexoi Agim Behluli, kryetar i Javës Kulturore Shqiptare. Në ditën e zgjedhjeve lokale më 24 mars 2013 të manifestohet kultura qytetare dhe dinjiteti shqiptar përmes votimit korrekt, paqësor dhe demokratik. Në 2, ditën e zgjedhjeve lokale më 24 mars 2013 të dilet masovikisht në votime dhe të jepet vota kandidatëve shqiptar. Në 3, përmes votimit të kandidatëve shqiptar, automatikisht shtohet numri i këshilltarëve shqiptar në Këshillin Komunal të Kumanovës, shtohet forca shqiptare për të vendosur çështje të rëndësishme për lagjet, vendbanimet dhe përgjithsisht për qytetarët shqiptar të Kumanovës e rrethines. Në 4, nëse qytetarët shqiptar të Kumanovës nuk dalin në votime, ata me automatizëm e kanë quar votën e tyre tek kandidatët e partive më të mëdha maqedonase, VMRO, DPMN dhe LSDM. Ndryshe me këtë apel tentohet të sensibilizohet trupi votues shqiptar që në ditën e zgjedhjeve të dalë në numër sa më të madh me qëllim që të rrisë numrin e këshilltarëve shqiptar në Këshillin Komunal dhe rritjen e forcës së këshilltarëve shqiptar.